Myftënia e Shkupit sot edhe njëherë ka kërkuar nga qeveria Gruevski që të lejojë rindërtimin e xhamisë Burmali në sheshin e Shkupit, me që kjo dhe është kërkesë imediate e myftënisë së Shkupit dhe gjithë besimtarëve musliman në vend. Këto komente u bën gjatë ryezës së rumbullakët të organizuar nga myftënia e Shkupit me temë projekti Shkupi 2014, krim mbi fenë dhe kulturën islame. Valon Bela, kryetari i organizatës jo qeveritare Realiteti, pjesëmarrës në këtë ryezë, tha se Shkupi 2014 është projekti një partie e cila po promovon vetëm një religjion, kulturë dhe etnitet, dhe se e njëjta po dëshiron të shkaktoj diskriminim fetar. Ti kryeministri duhet t'i thuhet stop. Për fat keq, duke toleru ne goditje, bryla, kemi anë këtë pozitë. Nuk jemi të kërku diçka nga qielli, jemi të kërku ata që na takon. Shkurt shqip. Burmali Xhamia do të ndërtohet me ose lejen e qeverisë. Kjo qeveri nuk është funksionale. Nëse vazhdon kështu, ne do t'i thirrmi në padëgjueshmëri qytetarët, gjithë qytetarët, jo vetëm ta bojkotojnë këtë qeveri, as ta tim mos paguajnë. Ndërkohë, analisti Ismet Ramadani, pjesëmarrës në këtë ryezë, tha se nisma e djeshme e realizimit të programit për revitalizimin e qarshisë së vjetër nuk është asgjë tjetër përveç se hedhje pluhur syve popullit shqiptar. Qeveria tani kur pa reagime të këtilla bën çmos pra që projektin 2014 ta zbut në opinionin shqiptar në kuptimin që të defokuson vëmendjen e shqiptarëve se kinë se tash do filloj revitalizimi i qarshis, ju e keni vendin aty, dhe në atë projekt nuk të regohet se çka ndërtohet, çka renovohet, çka revitalizohet, sa miliona ndahen, dhe kjo është një hedhje të pluhurit në sy. Projekti i qarshisë së vjetër të Shkupit, sipas kryeministrit Gruevski, është vazhdimsi e projektit Shkupi 2014. Može da se kaže na neki način da to je Mund të thuhet në një farë mënyre se ky projekt është një pjesë tjetër e projektit Shkupi 2014, një vazhdimsi e tij, sepse ai ka dy aspekte, ku njëri është sheshi dhe tjetri qarshia e vjetër e Shkupit, ku nëpërmjet të tij do të ruhet ambienti, tradita dhe të shkohet drejt reanimimit dhe revitalizimit të qarshisë së Shkupit. Paralajmërimi për ndërtimet e reja në sheshin e Shkupit në kuadër të projektit Shkupi 2014 ka alarmuar edhe sektorin civil si dhe partitë politike opozitare, kurse shumica nga to vlerësojnë se ky projekt po shkakton përçarje ndëretnike dhe ndërfetare në vend.